absolute se për Edi Ramën ligji kushtetuta nuk ekziston dhe se skapi është thjesht një seksion i Partisë Socialiste. Ndaj dhe ajo që mbetet si shpresë vetme kryengritja e fuqishme paqësore popullore. Gjë në largimin e Edi Ramës, shfrytëzoi rast për të bërë thirrje të gjithë antarëve dhe antarëve të Partisë Demokratike, mbështetësve të kësaj partie, të mbështesin me të gjitha mundësitë dhe pas një rezervë protestën rinore qytetare, e cila po bën 50 sa ditë pa ndërprerë kundër narkodiktatorit të Tiranës dhe regjimit të tij. Faleminderit. Kthyet ditën e djeshme në seancë, pasi nuk morët pjesë në 2 seancat e fundit për shkak se kërkesat tuaja për të shqyrtuar në seancë kërkesat e protestuesve nuk u pranuan nga mazhoranca. Ndërkohë, dhe ditën e djeshme vijoi e njëjta situatë, gjithashtu pritet që edhe dhe le të themi raporti i Komisionit për Reformën Territoriale nga ana mazhorancës të paktën të pasqyrohet të njëjtën. Cila do të jetë qasja e Partisë Demokratike dhe opozitës, qoftë nëse mazhoranca do të shkojë drejt miratimit e vetme të reformës territoriale, por dhe qoftë në lidhje me sjelljet e saj e cila përdor forcën e kartonit për të rrëzuar të gjitha kërkesat tuaja. E vërteta është ajo që thoni ju, se në mënyrë të papritur Edi Rama urdhroi ndërprerjen e një procesi në vazhdim për të cilin palët ishin plotësisht dakord të kërkojë shtyrja, mbasi nuk kishte përfunduar procesi konsultimeve publike. Dhe pavarësisht nga kjo, Edi Rama pavarësisht nga dakordësia e arritur në komision për shtyrjen e afatit punimeve të komisionit, Edi Rama e futi në rendite për ta mbyllur këtë çka, jemi sinqert, nuk përbën një habi, mbasi që në fillim ne theksuam se ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e qytetarëve, dhe duhet jemi sinqert, kishim shumë kërkesa nga qytetarë të bashkive të ndryshme që të jemi pjesë e saj dhe u bëm pjesë me të gjithë energjitë tona. Tani ai kërkon të zbatoj më tej politiken e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki dhe në të gjithë vendin, me Edi Ramën zgjedhjet javën që kaloi, çoi 1.5 miliard euro në bashkitë e tij. Në vit elektoral, nuk bën zgjedhje. Me Edi Ramën zgjedhje nuk ka, ndaj dhe ne duhet të shpëtojmë vendin nga ky Tiranë. Faleminderit. Do t'ja u shpërndani mundësisht këtë deklaratën e eurodeputetit me shpresë se nuk do ta censurojnë më tej.